Serbia mbrëmjen e djeshme mori një fitore të vuajtur ndaj Andorrës në transfert. Serbët triumfuan me rezultatin 1-3 ndaj vendasve, me këto të fundit, që do të jenë rivali i Shqipërisë në muajin nëntor. Pas fitores në Andorra ka folur kapiteni i Serbisë, Aleksandar Mitrović. Ky i fundit ka theksuar se ishte shumë e vështirë ndaj Andorrës. Këtë transfer ndër të tjera shprehet se do ta ketë vështirë edhe Shqipëria, ndërsa sa i takon play-offit, thekson se përderisa matematika u lejon, do të luftojnë dhe shpresojnë deri në fund. Uniteti nuk ka qenë kur problem tek ne, as tani nuk është. E thash tashmë që kjo është një provë e madhe për të gjithë ne. Fatkeqësisht, humbja kundër Shqipërisë ende na dhemb, por ne reaguam pozitivisht dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Ishte sfiduese, shpresojmë që Shqipëria të dështojë në atë transfert, jo një ndeshje e lehtë në Andorra. Kështu që pas ndeshjes do të veçoja vetëm ato 3 pikë dhe do të vlerësoja trajnerin dhe ekipin e tij që bën një punë fantastike. Ata kishin vetëm një ditë dhe analizuan gjithçka. Kanë mbetur edhe 2 ndeshje dhe për sa kohë që ka shpresë, ne do të luftojmë. Çfarëdo që të ketë ndodhur ka ndodhur, për sa kohë që ka një fije shprese, ne do të luftojmë për të bërë më të mirën tonë. Ne besojmë në një mrekulli. Kushdo që beson në mrekulli ndonjëherë, ato bëhen realitet, ka theksuar kapiteni i Serbisë. Kapiteni i Serbisë, Aleksandar Mitrović, shpreson ende tek një vend në botrorin e vitit 2026, edhe pas humbjes me rezultatin 0-1 në Leskovac nga Shqipëria. Në konferencën para ndeshjes kundër Andorrës, që do të luhet nesër në orën 20:45, Mitrović tha se shokët e tij tek kombëtarja duhet të marrin mësim nga humbja kundër kuqezinjve. Është një rezultat i vështirë dhe i dhimbshëm, një periudhë e vështirë për të gjithë ekipin kombëtar. Pas një humbjeje të tillë, gjithmonë dëshiron që ndeshja tjetër të vijë sa më shpejt e të mundur. Kjo është një ndeshje e rëndësishme për ne. Duhet të marrim 3 fitore për të ruajtur shanset tona teorike dhe presim rezultate të tjera që të na përshtaten, tha kapiteni i Serbisë. Matej Mitrović u shpreh optimist se Shqipëria do ta regjistrojë një humbje në 2 ndeshjet e mbetura përballë Andorrës në transfer dhe Anglisë me 16 nëntor në Air Albania. Fokusi është të qëndrojmë në lojë deri në ndeshjen e fundit dhe të shpresojmë që Shqipëria do të bëjë një humbje, nënvizoi ai. Matej Mitrović nënvizoi se ka folur me shokët e ekipit për të ngritur moralin e tyre. Në futboll nuk ka shumë kohë për të festuar pas fitoreve të mëdha, as për trishtim pas humbjeve. Kjo do të na dhemb për një kohë të gjatë, por nuk kemi zgjidhje tjetër. Ka shumë lojtarë të rinj në ekip dhe ky është një test i madh për të gjithë ata djem. Duhet të nxjerrim mësimet tona dhe të ecim përpara. Fokusi është tërësisht te ndeshja me Andorrën dhe pastaj do të mendojmë më thellë për atë që ndodhi me duelin në Shqipërinë. Në ndeshjen e së martës, futbollistët serb do të drejtohen nga Zoran Mirković, i cili u emërua trajneri i përkohshëm pas dorëheqjes së Dragan Stojković.